Momenti I fjalëve të urta. Të dashur më Krishtin, sot lexojmë nga Fjalët e Urta, kapitulli 11, vargu 19 deri në fund, dhe nga kapitulli 12, vargu 1 deri në vargun 6. Vargu 19 thot: Ashtu si drejtësia të çon në jetë, kështu ai që shkon pas të keqes gjen vdekjen. Çdo gjë që bën njeriu në lirinë e tij e çon në njërin prej dy drejtimeve, në jetë apo në vdekje. Kur flitet për jetën, këtu nuk e ka kuptimin në jetë të përkohshme, por në jetën në kuptimin e thellë të saj, në jetën e përjetshme në Perëndin, në gëzimin dhe përmbushjen e plotë. Po ashtu dhe për vdekjen, nuk e ka kuptimin thjesht për një vdekje që vjen në këtë jetë, por për vdekjen e përjetshme, e cila të ndan përjetësisht nga Perëndia që është burim I jetës. Por duhet të kuptojmë diçka. Ne nuk shkojmë tek Perëndia thjesht nëpërmjet zbatimit të ligjit, por nëpërmjet besimit, por besimi për ligjet me anë të veprave. Dhe kështu ai që shkon pas të keqes gjen vdekjen. Këtu vërtetohet se kur ky njeri nuk do të kthehet prej vdekjes së përjetshme. Vargu 20 thot: Të çoroditurit nga zemra janë të neveritur për Zotin, por ata që janë të ndershëm në sjelljen e tyre pëlqehen nga ai. Për sa I përket Zotit, një zemër e çoroditur, pra një zemër pa kontroll, pa ligj, pa moral, është e neveritur për atë. Ashtu si ai na thot në Ungjillin sipas Mateut, sepse nga zemra dalin mendimet e mbrapshta, vrasjet, shkeljet e kurorës, kurvëria, vjedhjet, dëshmitë e rreme, blasfemit. Këto janë gjëra që ndotin njeriu. Pra, Zoti I neverit sepse kjo zemër përcjell gjëra që janë kundër Zotit dhe kundër ligjit dhe moralit të tij. Por ata që janë të ndershëm në sjelljen e tyre pëlqehen nga ai. Ai me të vërtet pëlqen njeriu që është I drejtë. Pra, ne duhet kemi kujdes dhe nuk duhet bijem në mendimin e gabuar se Zoti është vetëm dashuri. Nëpërmjet kësaj fjale të urtë na tregoj që Zoti është dashuri, pra pëlqen përkran njeriu e drejtë, por është edhe drejtësi, pra është gjykatës që neverit zemrën e keqe ose njeriu e keq. Vargu 21 thot: Edhe kur shtregon dorën një tjetri për një beslidhje, njeriu I keq nuk do të mbetet I pandëshkuar, por pasardhësit e të drejtëve do të shpëtojnë. Edhe kur shtrengon dorën një tjetri, pra edhe kur njeriu I keq bën aleancë me miqtë e tij për të mbrojtur nga ajo që ai pret që të vi, nuk do të mbetet I pandëshkuar. Do të thotë se Perëndia është një gjykatës me drejtësi dhe askush nuk mund t'i shpëtojë gjykimit të tij të drejtë. Por pasardhësit e të drejtëve do të shpëtojnë. Patjetër që Perëndia do bëjë një gjykim, dhe në këtë gjykim e shohim dhe në këtë jetë, po sidomos në fundin e kohërave, ku Zoti do gjykojë të gjithë njerëzit, dhe njerëzit e këqij dhe mëkatar do t'i largojë nga vetja, në ferën e përjetshëm të bërë gati për djallin dhe angjët e tij, kurse të drejtët ai do shpëtojmë në shpëtim të përjetshëm duke I vendosur në parajs bashkë me angjët dhe shenjtorët. Vargu 22 thot: Si një unaz ari në feçkën e një derri, kështu është një grua e bukur që nuk ka mend. Dim se feçka e një derri nuk është e bukur, kurse unaza është e këndshme. Pra, një grua që nuk ka mend, por që ka një bukuri të jashtme, është diçka kontradiktore. Sepse, ashtu si nuk shkon feçka e derrit me unazën, nuk shkon imoraliteti I një gruaje me bukurinë e saj. Pra, kundërshtojnë njëra tjetrën tërheqja fizike dhe shturja morale. Vargu 23 thot: Dëshira e të drejtëve është vetëm e mira, por shpresa e të pabezëve është zemërimi. Të drejtët dëshirojnë vetëm të mirën, dhe e mira nuk është relative. E mira është Perëndia. Si u përgjigj Zoti Krisht atij djalit pasur? Pse më thua I mirë? I mirë është vetëm Zoti. Pra,
Dëshirat e të drejtëve drejtohen drejt Perëndisë. Por shpresa e pabesëve është zemërimi. Kurse shpresa e pabesëve, që ata e kanë shpresën tek gjërat mëkatare, shkaktojnë zemërim, sepse Perëndia është kundër mëkatit. Kështu që edhe ata do të pësojnë ndëshkimin për mëkatet e tyre nga zemërimi i drejtë i Perëndisë. Vargu 24 thot: ka nga ata që shkapërderdhin bujari dhe bëhen më të pasur, dhe ka nga ata që kursejnë më tepër se duhen dhe bëjnë gjithnjë e më të varfër. Këtu në këtë fjalë të urtë, ne kemi një paradoks të lavdishëm. Ne pasurohemi duke qenë bujar, pra të përdallyeshëm ndaj të tjerëve, ne varfërohemi duke bërë thesare këtu mbi tokë dhe duke i mbajtur për vete. Pra, atë që e ruajmë e humbim, atë që japim e kemi. Pse ndodh kjo? Sepse atë që japim tek tjetri, ne japim tek Perëndia. Dhe Perëndia do na kthejë me një shumëfish të madh, se Zoti është i pasur. Aq më tepër, atë që ne e mbajmë rreth vetes, do ta humbim, sepse Zoti na thot në një vend tjetër të Ungjillit: mos grumbulloni thesare këtu në tokë, ku ka krimbi dhe e vjell ajduti, por grumbulloni thesare në qiell ku nuk ka as krimb, as ajdut, ku ke thesarin e ke zemër. Por, të dashur më Krishtin, të gjithë atë që neve duhet ta japim ndaj Zotit dhe ndaj të afërmit, patjetër ne do ta japim. Nuk do ta japim me dëshirë, por do ta japim me pajër. Si? Do ta japim tek doktori, do ta japim tek polici, do ta japim tek mekaniku, pra do ta japim atje ku ne nuk duam, por ajo do na merret. Vargu 25 thot: njeriu bujar do të pasurohet, edhe ai që vadit do të vaditet gjithashtu. Pra, njeriu që është bujar, pra që është i përdallyeshëm, korr të ardhura me tepri, që kopraci nuk mund t'i di. Çfarë do gjëje që ne bëjmë për tjerët na kthehet si thash në bekim. Sepse e përsërisim, atë që bëjmë për tjetrin, ne e bëjmë për Perëndin. Vargu 26 thot: populli mallkon atë që nuk pranon të jap grurin, por bekimi bie mbi kokën e atij që shet. Njeriu koprac egoist e ruan grurin, duke mos e çuar atë në treg në kohërie, duke pritur për të ardhura më shumë, pra për rritjen e çmimeve, duke shfrytzuar fatkeqësinë e tjerëve. Por ky njeri, i cili nuk i ndihmon të tjerët në kohë krize dhe urie, patjetër mbi vete do marrë mallkimin. Dhe ky mallkim do ta zër. Por bekimi bie mbi kokën e atij që shet. Kurse njerëzit të cilët në kohë krize dhe vështirësie i ndihmojnë të tjerët, duke mos pasur thjesht interesin e tyre, ata shpëtojnë jetën e të tjerëve, të fëmijëve, dhe kështu patjetër që bekime për ta ngrihen tek Perëndia. Dhe Perëndia e kthen këtë bekim, se si tham, çdo gjë që ja kemi bërë të afërmit, ja kemi bërë Zotit. Por le ta shikojmë këtë dhe në një kuptim më shpirtëror. Gruri dhe buka shikohen si fjala e Perëndisë. Prandaj, ai njeri i cili e ka fjalën e Perëndisë, pra është njeri i arsimuar, i shkolluar, është i bekuar nga kisha, pra ka një hir të veçantë, si klerik ose laik, dhe nuk e jep fjalën e Perëndisë te njerëzit e uritur, patjetër do marrë mallkimin. Kurse ai që e jep fjalën e Perëndisë tek të tjerët që janë të uritur dhe ka nevojë, ai do marrë bekimin nga Zoti. Vargu 27 thot: kush kërkon me zell të mirën fiton dashamirësinë, por ai që kërkon të keqen, kjo do t'i bjerë mbi të. Pra, kush e kërkon me zell të mirën? Dhe kemi thënë që e mira nuk është relative, po e mira është absolute, pra e mira është Perëndia, edhe ai që kërkon të mirën në Zotin fiton dashamirësinë e Zotit dhe dashamirësinë e të afërmit. Sepse e mira krijon shoqëri, si me Zotin, si me të afërmit. Por ai që kërkon të keqen, kjo do të bjerë mbi të. Dhe po ai që kërkon të keqen, e keqja do bëhet në dëm të atij, sepse e keqja kërkon viktim, dhe viktima e parë e së keqes është ai që e kërkon atë. Vargu 28 thot: kush ka besim në pasurinë e tij do të rrezohet,
por të drejtët do të çelin si gjethe. Pasuritë janë të pasigurta për çdo dhe nuk ja vlen të besosh tek ato. Besimi ynë duhet të jetë në Perëndinë e gjallë, që na jep me tepri të gjitha gjërat për t'i gëzuar. Prandaj, kush ka besim në pasuri do të rrëzohet. Kemi edhe një parabolë që ne ka thënë Zoti, i pasuri dhe Lazari i varfër. Dim që i pasuri kënaqej me të gjitha të mirat, por ja që u rrëzua nga vetë përdorimi i keq i pasurisë, sepse ai vajti në ferr. Por të drejtët do të çelin si gjethe. Ja ku na tregohet dhe Lazari, i cili ishte aq i varfër sa edhe qentë i lëpinin plagët. Por ja që edhe Lazari thuhet që u mor nga angjit dhe vajti në parajs dhe lulëzoi në jetën e përjetshme. Prandaj, të dashur me Krishtin, duhet kemi kujdes, sepse apostulli Shën Pavli i thot Timotheut, sepse nuk kemi asgjë me vete në këtë botë, dhe është e qartë se prej saj nuk mund të marrim gjë me vete, por kur kemi çfarë të ham dhe të veshim, të jemi të kënaqur me kaq. Por ata që dëshirojnë të pasurohen, bien në tundime, në lak dhe në shumë pasione të paarsyeshme dhe të dëmshme që i plandosin njerëzit në rrënim dhe shkatërim. Dhe vazhdon, sepse lakmia përpara është rrënja e të gjithë këqijave. Duke e lakmuar atë fort, disa u larguan nga besimi dhe e depërtuan veten e tyre në shumë dhimbje. Vargu 29 thot: ai që bën rrëmuj në shtëpinë e vet do të trashëgojë erën, dhe budallai do të jetë shërbëtor i atij që është i urtë nga zemra. Pra, ka disa lloj njerëz që sjellin probleme në shtëpinë e tyre, pra kanë vese që nuk janë të dëmshme vetëm për ata vetë, por edhe për shtëpiakët dhe për shtëpinë e tyre. Dhe këta njerëz, për shembull, janë pianec, janë njerëz që thyen kurorën, janë njerëz manjak, janë njerëz që bëjnë sherrë, dhe kështu këta sjellin rrëmuj në shtëpinë e tyre. Dhe do të trashëgojnë erën. Pra, nuk do të ketë asgjë të prekshme për ta për të kënaqur lakmin ose kënaqësitë e tyre, sepse ata do të shkatrojnë shtëpinë e tyre, por dhe do t'i largojnë të afërmit e tyre. Dhe budallai do të jetë shërbëtor i atij që është i urtë nga zemra. Ndëshkimi i tij, pra i njeriu budalla, i cili prish gjithçka që ka rreth rrotull, do të jetë shërbimi të një njeri që vepron me dituri. Budallai nuk mund të qeverisë veten. Ai ka nevojë të qeveriset, pra të kontrollohet. Dhe këtë do ta bëjë ai që është i urtë nga zemra. Vargu 30 thot: fruti i të drejtit është një dru i jetës, dhe ai që shtjen në dorë shpirtrat është i urtë. Një jetë e drejtë është si një pemë frutdhënëse që u sjell ushqim dhe freski të tjerëve. I urti shtjen në dorë të tjerët me anë të diturisë dhe me anë të drejtësisë. Vargu 31 thot: ja i drejti me shpërblimin mbi tokë, e aq më tepër i pabesi dhe mëkatari. Pra, edhe i drejti me shpërblim mbi tokë. Flasim për ato raste kur dhe i drejti si njeri gabon, dhe drejtësia e Perëndisë vepron tek i drejti në fillim. Dhe kemi raste për shembull si profeti Mojsi nuk hyri dot në tokën e premtuar, sepse mëkatoi. Po ashtu profeti David, kur gaboi dhe mëkatoi përpara Perëndisë, sa shumë vuajti, ai dhe familja e tij. Dhe apostulli Shën Petro thot: nëse i drejti mezi shpëton, ku do duket i pabesi dhe mëkatari? Prandaj, sa më tepër do jetë e vështirë për njeriu mëkatar që nuk ka frikë Perëndie, nuk ka besim për t'i shpëtuar drejtësisë së Zotit. Kapitulli 12, vargu 1 thot: kush e do korrigjimin do diturin, por ai që urren kritikën është budalla. Ai njeri që është i hapur ndaj disiplinës dhe korrigjimit, tregon se me të vërtet dëshiron të mësoj. Nuk ka njeri në këtë botë që mos bëj gabime. Prandaj të gjithë neve kemi nevojë për disiplinë, për korrigjim. Kurse njeriu që e përçmon kritikën, tregon se është budalla, pra është i pamend dhe nuk do të mësoj. Jo më kot Zoti Krisht na thot në Ungjillin sipas Johanit, kapitulli 15, vargu 1 dhe 2, unë jam ardhia e vërtet dhe ati im është vreshtari.
çdo sherment që nuk jep frut në mua, ai e heq, kurse çdo sherment që jep frut, ai e krahasit që t'japi edhe më shumë frut. Përsëri në vend tjetër na thuhet që atë që dua unë e ra në thupër. Vargu 2 thot: njeriu i mirë gëzon për krajën e Zotit, por ky do dënoj njeriu që sajon planet këqija. Njeriu i mirë gëzon për krajën e Zotit sepse ai bën të mirë në Zotin, por Zoti do dënoj njeriu që sajon planet këqija. Asnjë plan i njeriut i bërë në mendje ose në zemër ose në vende të fsheta nuk do të mbetet i pazbuluar. Dhe Zoti, që i shikon dhe i dëgjon të gjitha, do ta dënojë njeriu e keq sipas planeve të tija të këqija. Pra, jo thjesht sipas veprave, por dhe sipas mendimeve dhe motiveve të tij. Vargu 3 thot: njeriu nuk bëhet i qëndrueshëm me pabesin, por rënja e të drejtëve nuk do të lëvizet kurrë. Njeriu nuk bëhet i qëndrueshëm me pabesin, pra ai është si fara që ranë në gurishte dhe na thuhet që nuk kishte shumë tokë, por mbiu shpejt. Por sapo doli dielli, u fishk dhe u tha, sepse s'kishte rënjë. Këta ata njerëz të cilët, duke qenë të pabes, të riqen në provën e parë. Por rënja e të drejtëve nuk do të lëvizet kurrë. Rënja e të drejtëve është e lëshuar thellë në Perëndin. Ai nuk do të lëvizet kurrë kur problemet e jetës të vinë. Në Psalmi 1, vargu 3, na thuhet për këtë njeri: ai do të jetë si një pemë mbjell gjatë brigjeve të ujit, që jep frutin e tij në stinën e tij dhe të cilët gjethet nuk i fishken. Gjithçka bën do të ketë mbarsi. Por të tillë nuk janë pabesët, janë si byku që era i shpërndan. Vargu 4 thot: gruaja e virtutshme është kuror e burrit të sar, por ajo që turpëron është si një krim në kockat e tij. Dim se gruaja e parë u krijua për burrin. Kështu që kjo grua e virtutshme, që rrezaton virtute, është zbukurim, është kuror, është nder për burrin e saj. Por ajo që turpëron është si një krim në kockat e tij. Burri dhe gruaja, duke bashkuar, bëjnë një njësi. Dhe ata bashkohen në një mish. Dhe çdo e keqe që bën një grua e keqe, është e keqe për vetë burrin, për vetë shpirtin e tij, për vetë trupin e tij. Vargu 5 thot: mendimet e të drejtëve janë drejtësia, por synimet e të pabesëve janë mashtrimi. Do me thënë, synimet e njeriut janë një pasqyrë e karakterit të tij. Pra, ato çfarë një njeri mendon dhe dëshiron, tregon se atë karakter ka. Vargu 6 thot: fjalët e të pabesëve rinë në prit për derdhur gjak, por goja e njerëzve të drejtë do t'i shirojë. Me anë të folurës së tyre, njerëzit e pabesë gjuajnë dhe ngrenë kurthe për të pafajshmin dhe për të pakujdesshmin. Ata derdhin gjak, pra shkatrojnë jetët e tjerëve me anë të shpifjeve, mashtrimeve dhe fusin në grindje të tjerët. Por përveç se ka gojë të tilla gënjeshtare, shpifse, në këtë jetë ka dhe gojë të njerëzve të drejtë dhe këta do të sillin çlirimin, sepse këto gojë do të thonë të vërtetën. Dhe din që e vërteta vjen prej Perëndisë. Dëgjuat komentin e fjalëve të urtë.